Brëm rreth orës 23:20 në rrugën Borçe Jovanovski në Gostivar janë arrestuar 2 persona të dyshuar për vjedhje. Bëhet fjalë për personin me inicialet AM 20 vjeçar dhe XI 22 vjeçar, që të dy nga fshati Debreshi i Gostivarit, të dyshuar për vjedhje të akullumatorave. Nga sektori i punëve të mbrëmshme Tetov njoftojnë se nga personi AM me vërtetim janë marrë 2 akullumatorat dhe bashkë me personin XI janë mbajtur në stacionin policor të Gostivarit deri në zbardhjen e plotë të rastit. Ndryshe, nga fillimi i vitit e deri më tani, në regionin më të gjerë të Pollogut janë regjistruar 377 vjedhje të rënda, edhe atë 206 në regionin e Gostivarit. Numri më i madh i vjedhjeve, apo konkretisht 146, rezultojnë të kenë ndodhur në për shtëpi, 32 në për banesa, 31 në për makina, 8 në shtëpiza malore, ndërsa shuma e dëmit material të shkaktuar me këtë rast ka vlerën prej 426.310 denar. Statistikat e sektorit të punëve të mbrëmshme flasin se vetëm gjatë vikendit që e lam pas, në regionin më të gjerë të Gostivarit ka ndodhur gjithsej 13 vjedhje. Karakteristika është fakti se rastet e vjedhjeve në regionin e Gostivarit janë shpeshtuar, konstatojnë nga sektori i punëve të mbrëmshme Tetov. Të njëjtën gjë flasin edhe statistikat se për 9 muaj në regionin e Gostivarit janë regjistruar 35 vjedhje, më shumë se në regionin e Tetovës.